që shtoj ke njoni dje, ku është ajo Gazetë Nacionale, së në zbesha. Po du mi të regu me rrët 500 e pak fjallë diçka për zgjedhjet në Shqipëri. Dyshja Sali Berisha dhe Edi Rama vazhdojnë me qenë të këndshëm, sidomos në fushat elektorale, e sidomos për njerëz si unë që s'kanë me votu në zgjedhjet në Shqipëri. Për Edi Ramën, Sali Berisha është hut. Për Sali Berishën, Edi Rama është njeri që jeton në zoologji. A do të arrijë Edi Rama ta fitoj mandatin e 4 të kryeministrit. Në Shqipëri janë zgjedhjet më 11 maj. Dje janë përfundu listat për deputet, po atje pak më e komplikuar puna se të në Kosovë, shkaku që atje aplikojnë edhe listat hapura dhe të mbyllura. Mandej sistemi zgjedhor është i organizuar në përqarqe, si qarku i Tiranës, i Durrësit e disa të tjerë, pra disa zona pak më të mëdha. Nese, kjo punë ma shumë teknike përveç tonë që s'jemi mësu me to. Po, qka është si ma karakteristike politikisht në këtë fushat në Shqipëri? Nëse fokusojmë veç të dy partit e mëdhaja, Partia Socialiste dhe ajo Demokratike, e para, pra Partia e Edi Ramës, po doket që fushatën ka me fokusu kryesisht e antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Proces që ka gjasat mëdhaja me u bo realitet brenda 2-3 vitesh. Edhe dorën zemër, gogja punë të tjera ka krye Edi Rama në Shqipëri, kështu që nuk është që s'po i shkon këtë fushat kjo teme madhe, pra antarësimin BE, që shtojnë veç edhe që ajo i ka met pa e bo. E Sali Berisha duket që ka me fokusu fushatën kryesisht ka Amerika. E di që duket e çuditshme me thonë që Sali Berisha ka me u kthy ka Amerika, duke qenë që i njëjti është në ngrata prej Amerikës në kohën e Bidenit, por Berisha e ka angazhu në fushat Kris Lasivitën. Kris Lasivita është i riu kryesor që ja organizoi fushatën Donald Trumpit. E ky Kris Lasivita, cilin nëse ju kujtohet, Donald Trump e lypin ditën kër u betu për president për me përshëndet, ka disa muaj që ka arë në Tiranë për me ndihmu Berishës. Bile Berisha tha se në zgjedhjet e 11 majit, Kris Lasivita garon kundër Edi Ramës. Një element tjetër interesant që i afekton zgjedhjet e fushatën elektorale në Shqipëri është edhe SPAKU, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit. Si Edi Rama, ashtu edhe Sali Berisha, kanë figura që po e hetohen e po mbahen para burgim prej SPAKut. Prej kampit të socialistëve, emrat më të njohur janë Arben Ahmetaj, që ka mbajtur edhe postin e zëvendësit të Edi Ramës dhe i cili është në arrati dhe padyshim Erion Veliaj, kryetari i Tiranës që u arrestu para pak kohe. Arben Ahmetaj është shumë aktiv me sulme e denoncimin ndaj Edi Ramës, duke e shfaq kryesisht prej Zvicrës me intervista shumë gjata në media pro Berisha, kurse paraburgosja Erion Veliajt për herë të parë e ka bë Edi Ramën me u dok sikur është kundër SPAKut. Ma i njoftuni që SPAK e mba në paraburgim prej kampit të Sali Berishës është dhëndri i tij Amarbër Maltezi. Pra, trekëndshi Evropë, SPAK, Amerikë, janë 3 temat që e karakterizojnë fushatën zgjedhore në Shqipëri, sidomos diskursin ndaj dy partive kryesore, PD dhe PS. Sa i përket raportit shoqërisë kosovare me këto dy figura, e kur po them shoqëni se kam fjalën minus politikanët, ma shkurt me e thonë, situata është kjo. Na krejt jemi rrit me figurën e Sali Berishës. Ftyra e tij deri vonë ishte pak më e afërt, pak më e njohshme për neve se sa ajo e Edi Ramës. Po ndër vite, kjo afërsi u venet, sidomos prej kohës kur krerët e UÇK-s janë në Hagë dhe ku një pjesë e shoqënisë kosovare e gjeti te Edi Rama zanin që foli atë sa mundi dhe bëri atë sa pati mundësi për ta, duke ja plotësuar kësaj pjese të shoqënisë kosovare një mungesë ose një kërkesë që ajo e kishte për kryeministrin dhe për qeverinë e vet, pra që dikush bile me fjalë, nëse jo me diçka tjetër, të kujdesej për UÇK-n në Hagë.